Shërbëtorët familjarë të Sali Berishës të amnistojnë Slobodan Miloševićin në këtë sallë. Shërbëtorët familjarë të Sali Berishës që marrin vende në parlament për shkak se i shërbejnë familjes Sali Berishës të bëjnë atë që bëjnë duke amnistuar Slobodan Miloševićin. Slobodan Miloševići është kasapi i Ballkanit. Slobodan Miloševići ka vrar shqiptar të Kosovës, ka vrar bosnjak, ka vrar kroat dhe plot të tjerë dhe mori dënimin e merituar atij. Unë nuk kompleksohem as pak sepse Enver Hoxha është dënuar nga populli shqiptar, është dënuar nga partia që kam nderin të bëj pjesë, por varkëtarin e Enver Hoxhës e ke ti kryetar partije dhe që i shërben edhe se s'po të them në i fjalë tjetër. Prandaj, gjeni ku e keni varkëtarin, por ajo që ndodhi sot në emër të Partisë Demokratike, që të amnistohet Slobodan Miloševići, ky është një akt i rëndë, por që dëshmon që kjo parti është e marrë peng nga interesat e një personi që i ka shërbyer Serbisë dhe Jugosllavisë sa herë është dhënë mundësi dhe gjithë e dinë që është dhëndër i Beogradit. Faleminderit. Me datën 20/2/2020, Target informon Pinin AM 5P80 se kishin në rënë dakord me styre që të mos i kërkonin Taos, bashkëpunëtorit në Krim, asnjë tender publik, asnjë favor tjetër përveç atyre që kishin rënë dakord të kërkonin. Ky mesazh ju përcull Taos dhe i dhan afat gjerë në dhjetor. Tao ju përgjigj kësaj. A garantoni që të gjitha ata njerëz do të votojnë për ne nëse vendosim në listë ata që doni në burg? Dëgjoni, përgjigja ishte, po, ne e garantojmë këtë. Më pas Tao tha, ata shkojnë në burg këtë vit. Dhe ky është vetëm njëri regjistrim, se tjetri është Tao që porosit vrasje dhe që ajo e din vetë ai, bashkë me një prokuror vendosin të djegin denoncimin se kishte porositur vrasje. Po ky bashkëpunëtor bandash që mbani në krye të grupit. Mbaro fjalin, të lutem. Fjali e fundit, ju lutem se është për replikë. Ajo Erionës është më e bukur, se publiku s'do t'i harroj. Kur Eriona Daupaj, prit një minutë të lutem, se është me shumë vlerë kjo Eriona Daupaj. Radovan Çela, nga Tao, dhe thot se i kanë rregull letrat. Kishte të drejtë, ajo dhe kjo se them me atë fjalë, nuk duhej toleruar që në fillim, aty ku do shkoj, do t'i djegin letrat me benzinë. Se ajo luan edhe me Tao. Ajo bundra thot luan me Tao, se cila është e din ti se cila është. Në fakt në transkript Faleminderit. Diskutanti i radhës është zoti Daulant Balla, pas zoti Erion Malaj. Nuk bëhet fjalë këtu.
I kam dhënë fjalën zoti Tauland Balla si diskutant i radhës më pas zoti Erion Malaj. Niko, Zoti Berisha, ju lutem lironi foltoren. ndërsa na duhet të diskutojmë raportin e veprimtarisë së autoritetit për informim të dokumentave të ish sigurimit të shtetit, do më duhet që të përdor kohën edhe për një replik ndaj dikujt me cilin më është dashur të përballem shumë shpesh në këto 21 vite në kuvend. Dhe kujtoj këtu një koleg deputet të Partisë Socialiste që në përballjen më të parë në shtator të 2005-s me individin, më tha, Tauland, tha, nuk ja vlen tha të përballesh me të, sepse tha ai është i paskrupullt dhe të sulmon me shumë të pavërteta, të cilat dashur pa dashur të bëjmë pis. Kolegu, në një moment të caktuar, erdhi dhe u bë aleat i zotrisë. Dhe ati kolegu tim i thoshte, ti e bandit, ti e kriminal, ti e hajdut, ti ke vjedhur Floririn, ti ke bërë këtë, ke bërë atë. Po, ka qenë Ilir Meta që ma ka thënë. Ishim të dy në këtë krah të sallës. Me Ilir Metën kam qenë koleg, kam pasur kryetar në Fresh. Por, çfarë nuk i tha të gjitha të zezat? Gjithë jetën politike sa e kishte kundërshtar. Pastaj, historia flet vetë kur u bën aleat. Dhe i them atëherë Ilirit, ishim këtu në këtë pjesë të sallës, ishte një sallë ndryshe, i them Ilir, unë e kam darë mendjen dhe mendoj që gjërat duhen thonë përballë, dhe ti kam thënë gjithmonë përballë, ti ngele një komunist, aq komunist i pa ndrejshëm, sa që gjithë jetën vjen këtu dhe le tha ky, tha ai, se kështu bëje kur ishe atje. I tha ky asaj, i thash unë asaj, ky i tha atij, edhe pastaj i çove kolegët, i hoqe kolegët nga spitali, i internove, pastaj zure vend se tani leri këto dënglat me ne. Se të hypje në vargën e djalit Enver Hoxhës nuk e hypte dot kushdo. Që të shkojë në ditëlindjen e Enver Hoxhës nuk shkonte dot kushdo. Por shqyr që i ke ngelur ti, po mbaja atë se ja mban mirë, se këtyre i thash janë zhurmues, ti paguesh për të mbajtur atë. Tani, mbaja se ja mban mirë. Tani, unë nuk jam bërë pishman dhe nuk bëhem pishman kur që të kam kallëzuar penalisht për vjedhjen e kompleksit Partizani. Nuk jam bërë pishman, 100 herë të e mbrapsh, edhe pse më duhet të përballoj gjithë këtë balt që hedh ti për ditë. Unë jam ky që jam shumë krenar për familjen time, për prindrit e mi, jam shumë krenar për zonën nga vi, shkoj çdo fundjavë, nuk jam si ti që shkoj me autoblind në Tropoj, ku ke përgjegjësinë e 170 jetëve të humbura atje, po jam punë të tjera dhe s'kam kohë të harxoj me këtë. Kemi dhe një çështje me ty, që presim e shpresojmë dhe nuk komentojmë nga drejtësia zbardhjen e vrasjes shtetërore të 21 janarit. Kaq, tani e dyta. Dhe nuk komentojmë më fare për këtë, nuk bëhem pishman kur, se çfarë do lloj pislëqesh që mund të hudhesh ti kundër meje. Jam shumë krenar që nuk kam asnjë akuzë mbi supe, siç keti akuzën që vodhe fushat e kompleksit Partizani për të pasuruar veten tënde dhe familjen tënde. Akuza e hajdutit është akuzë
më e rëndë që mund të ketë një njeri mbi supe. Tani, zonja zotëri, ju paralajmërova në mëngjes për një incident të rënd diplomatik, i cili tani për masat, besoj që jeni informuar, Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian, komisionerja Marta Kos ka dalë një deklaratë zyrtare, ku i kërkohet, nëse keni vesh e sy, i kërkohet Partisë Demokratike të distancohet nga kjo deklaratë e turpshme. Ju kam njoftuar sot se grupi parlamentari Partisë Socialiste për këtë deklaratë të turpshme, këtë incident të rënd diplomatik, të sulmit kundër një ambasadori, ne kemi depozituar kërkesën bazuar në kodin e etikës së Kuvendit të Shqipërisë, i cili thot në nenin 6, gjua jo parlamentare dhe diskriminuese. Deputetit i ndalohet të përdorë një gjuhë të shprehur e cila nxit urrëtitjen në bazë të racës, gjinisë, moshës, origjinës kombëtare, përkatësisë etnike e tjera. Bazuar në nenin 10, ndalimi i ngacmimit seksual. Deputetit i ndalohet çdo sjellje me natyrë seksuale që prek dinjitetin e cili do dhe që konsiderohet i padëshiruar dhe vazhdon vijus. Bazuar në nenin 65, fraksion 1, masa disiplinore për jashtim nga pjesëmarrja në komisione dhe në seancë plenare, zoti kryetari i Kuvendit ju informoj që jemi drejtuar Komisionit Etikës pikërisht për të kërkuar përjashtimin për 30 ditë të deputetit Sali Berisha. Faleminderit.